më ndodh ndonjëherë kur tentoj të përkthej diçka për qefin tim, ndonjë tregim të shkurtër ose ndonjë gjë thjesht për të provuar veten, has ndonjëherë vështirësi me mënyrën si, ndoshta është dhe pa aftësia ime, po has ndonjëherë vështirësi me mënyrën se si tingëllon në shqip disa autor, po themi pak më modern, më bashkëkohor, të cilët shkruajnë për vetmin, për ndjenjat, për këtë jetën urbane, për marrë si shembull, nuk e di, Murakamin ose Houellebecun. Kur tentoj ta shkruaj, ta përshtas fjalën në shqip, tingëllon të ngecë. Cringe, domethënë nuk kam as fjalën në shqip, domethënë nuk është natyrale. Domethënë, është një vështirësi e gjuhës shqipe, ndoshta edhe psikologjisë tonë për t'i trajtuar këto tema, apo? Po ka një gjë që këto tema e para që të mund t'i trajtosh lirisht në përkthim, duhet që të trajtohen edhe në gjuhë. Domethënë njerëzit duhet të prekupohen për këto gjëra në shqip. Domethënë të ketë një fond të gatshëm, shprehjesh, fjalësh, epitetesh, metaforash që të mund t'i përdori përkthyesi, por që njëkohësisht i njohë edhe lexuesi, kur në mënyrë që të mos rri të ngecë aty. Ka dhe një tjetër që shqipja për një kohë gjatë u përpunua nga përkthyesit, më shumë se nga shkrimtarët, duke filluar që sidomos gjatë kohës së totalitarizmit, gjuha e letërsisë realizme socialiste shumë e varfër, shumë e dobët. Por ndërkohë përktheheshin libra pafund nga letërsitë e mëdha. Franceze, angleze, ruse, po ti shikosh edhe përkthyes shumë të mirë, përkthyes të shkëlqyer, një plejade pa parë përkthyesish, të cilët i dhanë shqives këto vepra, që nga Tolstoi, tek Dickensi, tek Victor Hugo, tek Stendhali dhe Balzacu, këto u përkthyen në shqip dhe u përkthyen bukur. Domethënë shqipja e ka tani një aparat për të dhënë letërsinë në shekullin 19. Domethënë atë e bëjmë mirë ne. Sepse e kemi na i dhanë këta përkthyes. Sot ne nuk kemi një plejad përkthyesish akoma të tillë që të bëj për letërsinë bashkëkohore, ato që bën ata për letërsinë franceze të shekullit 19, romantike, realiste, të kohës e Émile Zola e kompania që ishin këta, u përkthyen shumë bukur, ndërsa ne akoma lëkundemi sepse e ka humbur atë kohezionin bota letrare. Domethënë, një përkthyes nuk e lexon se çfarë ka përkthyer ai tjetri, për ta thënë kështu. Domethënë nuk ka një komunikim midis teksteve të përkthyera.